Kjo lagje e vjetër e Tiranës ruan brenda nën tokës relike të vjetra, ndër të cilat edhe kanalizimet prej qeramike. Këtë e zbuloi edhe Kryebashkiaku Basha gjatë inspektimit të fillimit të punimeve për rrugën Mahmud Fortuzi. Fakti është që një lagje në zemër të Tiranës të lihet me kanalizime qeramike mund të justifikohet vetëm me trashëgimin kulturore, por dhe kjo nuk justifikohet dot, sepse aroma e pakëndshme dhe shpërthimet e ujrave të zeza janë po kështu një shoqërues i përditshëm i cilësisë jetës këtyre qytetarëve. Kryebashkiaku ka garantuar qytetarët e Tiranës se në konsultim dhe bashkëbisedim me ta, Bashkia e Tiranës ka vendosmërinë për të ecur me shpejtësi, me qëllim përmirësimin e infrastrukturës në çdo cep të Tiranës. Por ashtu siç kemi avancuar deri tani në konsultim të plot me ta, ashtu do të avancojmë për të mbyllur me durim, me vendosmëri dhe me shpejtësi optimale plagët e hapura urbane në çdo cep qytetit tonë. Investimi prej 10.5 milion lekësh që do të përfundojë pas 6 muajsh, parashikon ndërhyrje të plota nën dhe mbitoksore për t'i dhënë fund shpërthimeve të herpashershme të ujrave të zeza në sipërfaqe.